Analera atë mos na qaj kokën, thot, vetë kryetari me gjithë shoqëruesit e tij në bashki. Kur vjen sera, asgjë nuk marrin nga këto përsipër t'i barazojnë aty t'i thonë me popullin, po e dinë se populli ishte atë kukullash, nuk është populli kukulla. Populli do atë që të kërkon, se nuk po të kërkon lëmosh, po të kërkon drejtësim për ato që i takojnë. Në rësës në takojnë, në fali që u themi, dhe mos hajde një fare, as një, as atka, as këta. Po mi ka bërë zyrat, as Trumpi Amerikës jo. Po të vish rrugës, kanë madhë fëmijat të na vinë, se jemi të smurë, se kemi fëmijë, se kemi pleq, se kemi plaka, këtu fëmija nuk na vinë dot. Do ta lënë makinën e ura, që të vinë më këmbë të na marrin, të na çojnë kuris deri atje ose të vi ambulanca deri atje, se në fshat të vjen më. I themi, gjithmonë këto gjëra kemi shtruar, premtimet i pasu shumë dhe asgjë nuk është vendor. Vjen puna për kanalizimet e bujqësisë. Të tëra parcelat janë të mbytura. Përse? Nuk ka mundësi të dërgoj skllavatorin, po të dërgoj dhe specialist me skllavatorin, si ta futi, si t'i bëjë. Se sklavatori ka ardhur, po ka hapur një kanal ku këtu, sa për të bërë bine ujë si vaditim neve gratë, se burat se bëjnë dot atë punë, bëjnë saktë, dhe kur vjen sera, as një prodhim nuk kemi. Bie shiu, mbyten tëra ato që mbjellim në fushë. Se që kur i ka bërë pastrimet Enver Hoxha, s'ka me këtu. As përgje, e po t'ju thuash, edhe po t'ju vesh, as të përgjigjen, edhe të vesh, t'i gjesh në për kafenet e Rësekës, dhe t'i thuash, s'kini tur pse është ora, Analera atë mos na qaj kokën, thot, vetë kryetari me gjithë shoqëruesit e tij në bashki. Kur vjen sera, asgjë nuk marrin nga këto përsipër t'i barazojnë aty t'i thonë me popullin, po e dinë se populli ishte atë kukullash, nuk është populli kukulla. Populli do atë që të kërkon, se nuk po të kërkon lëmosh, po të kërkon drejtësim për ato që i takojnë. Në rësës në takojnë, në fali që u themi, dhe mos hajde një fare, as një, as atka, as këta. Po mi ka bërë zyrat, as Trumpi Amerikës jo. A i të ngrej një pallat të fut të pastret. A ka datë do një kryetari bashkisë të vejnë për dyqane që sot po shkojmë në demokraci dhe dojmë në Evropë. Dhe qytetarët e Sekës akoma marrin bukën me listë. Ka vajtu kryetari bashkisë të shikoj këto gjëra do një herë, apo do një zvendës, apo do një tjetër që na vjen. Absolutisht asgjë. Ujin e pishëm, e kemi toni, e bën si e bën, morën sa morën, vodhën sa vodhën, fshen sa fshen, ne ujin e pishëm nuk ja japim dot kalamajve pa e zjerë, pa e filtruar. Është pa disfektim, pa analizë, pa asgjë pregjeje.